Jo, përshëndetje dhe quna dhe goca dhe mirë se erdhët ke episodi i 3 i lojës Stumble Guys. Sot do mundohem shumë, po shumë, ekstrem shumë që të bëj një fitore sepse kam hedhur 2 video me Stumble Guys. Edhe tek secila s'kam bërë dot një fitore, kështu që pa humbur kohë shkoj me lojën e parë. Okej, loja filloi, domethënë nuk ka filluar tamam, po edhe mapi radhës do jetë. Okej, nuk është keq. Janë disa mapat e tjera që i kam shumë i natë, kështu që si fillim nuk është dash keq. Sa shpejt, sa i shpejt ishte ajo emoti. Bëra një gabim që prita, mund të kisha shkuar krau tjetër, po nuk ka gjë. Do mundohem shumë që të bëj një fitore, kështu që jam vënuar shumë te kjo drasa këtu sepse lëviz ka shumë, edhe faleminderit. Edhe prapë, jo, okay. Nëse e shikojmë të jemi ke gjysma e mapit edhe dikush ka fituar, ja, okay, humbëm. Humbëm 6 veta kam fituar deri tani. Ose jo, ose ndoshta s'kemi humbur. Jo! Isha i fundit. Kjo është një super fat. Pa humbur kohë shkoj me raundin tjetër. Edhe mapi i radhës do jetë i raundit të dytë. Dhe një mapi bukur i lezetshëm. Po na qollejnë po të njëjtat. Gjithmonë ku mboj rekord, nuk e di pse, po Stumble Guys dëshiron këtë gjë, kështu që mos ja prish. Okej, i kaluam këto. Këto nuk janë dash të vështira. Në fillim fare të lojës që i zgjedh mapat, e nxjerr këto 2 fuqet në foto, po nuk është që janë dash të vështira që të më nxjerrën foto, sepse ka objekte të tjera që janë dhe më të vështira. Wow, no way that jam i pari prap. Jo, nuk jam. Okej. Po prasi prap. Wow, i pari. Mendova se jo sepse ishin 2 veta para meje, pa ato u ngatruan, kështu që shkoj me raundin final. Jo, i bie të dalë video shumë e shkurtër nëse unë e mbyll videon me lojën e parë fitore. Edhe po, harrova që të hapja spinin në lobby, kështu që mos e marrëm lojën, bëni like edhe subscribe që kur unë ta hap spinin mund të kem dhe më shumë fat. Okej, për momentin jam i fundit, kështu që nuk është mirë për mua. Okej, një drift aty dhe një drift këtu. Sa afër, mos. Ai ishte shumë afër. Më kapi, okej. Marr sa po shoh. Kam humbur 100% i sigurt, thjesht po luaj për çfarë. Më kapi bomba 3 herë jashtë. Që zbuzoj, më e koma shpesa. Edhe po, zgjedh rrugët më të vështirë që të arrisim shpejt, por të tjerët janë shumë para meje sepse unë kam bërë shumë gabime. Çfarë po ndodh? Ha? Si përfundova atë, okej. Kështu që, humba. Edhe bëra mirë që humba sepse i bie që video të dilte shumë, domethënë në shkurtër, kështu që shkojmë në lobby edhe hapim spinin. Okej, jemi në lobby dhe do hapim spinin falas. Jeni gati? 1, 2, 3. Paktën ndonjë gems do ishte mirë, sepse skin është pak si e vështirë të ta spinës falas, por ndonjë gems do ishte shumë mirë. Wow, skin! Çfarë skini? Duplicate. Prap nuk është kaq. Keq, kështu që shkojmë me lojën e dytë. Okej, loja filloi dhe mapi i radhës është jo, e urrej këtë map me dinozaura, nuk e di pse. Por është raundi i parë, kështu që nuk kam se mërzitem shumë sepse mund të ketë dhe lojtarë që e luajnë edhe më keq si unë. Wow, hera parë që kalova atë me të parën. Një W për mua në komente. Këto dinozaurat janë shumë thjesht, shumë të bezdisshëm. Nuk e di se sa shumë pas ka pas aty brenda, që vetëm dalin. Gjithsesi. Mos, e dia. Shkojmë.
Ishte shumë afër. Shko. Shumë bukur. Jo, nuk humbë. Jo, fituam të parafundit. Unë ju thash, kjo map është shumë e vështirë, pra një nuk e kam dhe aq qef. Kështu që shkoj me raundin e dytë. Dhe mapi i radhës do jetë. Nuk është datë e keqe. E luajtem videon që kaloi dhe më pëlqeu shumë si map. Nuk ishte datë e keqe sa dukej në foto. Ishte shumë interesante, shumë qesharake dhe po. Shpresojmë që ta fitojmë dhe këtë round. Okej, nuk jemi dhe aq keq në pozicion. Ka shumë lojtarë mbrapa nesh, kështu që po, nëse i shikon këtë të kuqe, i bie që je duke rënë poshtë. Oh no, qafati. Wow, çfarë fati, kam rënë fix tek ajo që dhehet prap lart. Jo, isha shumë afër fitores, no. Jo, humbëm, nice. Wow, isha shumë afër fitores. Pra si që shikoni humbëm përsëri dhe pa humbur kohë, shkoj me lojën e radhës. Wow, kjo mapi me akull. Është për një di map, po sarova edhe t'ju a thoja, njerëz. Masi fillovan të rekordoja videon, hyra në lojë dhe ma nxori aty që loja ka një update, kështu që prandaj janë mapa pak ndryshe, mos mendoni se loja është modet ose një gjë. Thjesht loja kishte një update për Krishtlindje ose varet. Pse ato kanë ngecur aty poshtë, pse nuk hidhen, ha? Nejse. Shumë nice, okej. Jo, nuk është fare nice, sepse humbëm, okej. Për që them nice kur... Wow, humbëm që në roundin e parë, okej. Pa humbur kohë fare, shkoj me lojën tjetër. Mendoja që kjo episod do ishte shumë e shkurtër, por ja që nuk doli dha që shkurtër, kështu që pa humbur kohë, shkoj me lojën e radhës. Po para se nisim lojë, unë thjesht doja që ta ndryshoj këtë skini, sepse thjesht mu bajat, sepse kam luajtur shumë. Le të marrim këtë quni sepse më pëlqej shumë maska këtij. E kam thënë një video në parë, kështu që po nisim lojën. Pra dhe loja filloi dhe mapi i radhës do jetë. Okej, kjo domethënë është mapi i parë për këtë lojë. Wow. Që në round parë kjo mapi është shumë interesant, kështu që veçëm 16 veta mund të fitojnë. Mos më thuaj se, okej, unë thasë se vdiqen që në të parën. Okej. Tu 100% njëri do digjet, apo jo? Po, 12 veta, wow! 13 veta. Okej, edhe 3 veta. Edhe 2 veta. U kualifikuam për roundin e dytë. Pa humbur kohë shkoj me roundin e dytë. Ja, pra dhe roundi i dytë filloi dhe wow, okej. Po na qellojmë shumë mapa të mirë. Kjo gjë po më pëlqen shumë. Domethënë, tash është kjo me rëshkice. Që nuk është e keqe. Në fakt nuk është fare e keqe. Wow. Më sa po shoh thjesht i habitat gjithë, sepse ato menduan që ishte rruga e hapur, ku u hodhon edhe i kapi të gjithë. Kështu që unë jam i pari, GG. Më sa po shoh unë edhe mund ta bëj fitore këtë lojë. Më në fund një fitore. Le të shpresojmë. Wow. Pas që pengesë dhe bëjmë një... Okej, nuk rrotulluam dot. Okej, të parin dhe wow, nuk po e besoj, jemi ke raundi final. Që shpresoj që të qelloj ndonjë map. Domethënë, edhe i ri, po dhe i bukur dhe i lezetshëm për fund video. Nuk e di a do jetë fundi i videos, kështu që shpresojmë, sepse duhet të jetë një map i bukur për raundin final, kështu që pa humbur kohë, shkoj me raundin final. Dhe raundi final filloi dhe mapa që kam më shumë t'i qef unë. Shpresoj ta përfundojmë këtë videon me një fitore. Shpresoj shumë ta përfundojmë këtë video me një fitore. Do dëshiroja shumë me një fitore. Sepse veç njëri prej nesh. Okej, 3 veta, what? 4 veta? There is no way që 4 veta akoma. No way!
6 veta dhe një dhun, domethënë jemi 1-1 tani. 1-1, oh my god, më duk se kjo është momenti. Kjo është momenti. No, yes! Yes, më në fund me një fitore, më në fund. Mas 2 videosh. Dhe, më aq sa e pas, më në fund bëm një fitore. Edhe këtu e mbyllim serinë e Istanbul Guysit, kështu që shkruani në koment ndonjë lojë që ju pëlqen, do lojë të ndryshme edhe kështu, dhe loja e radhës të jetë loja që merr më shumë ti like ose që e zgjedhun, kështu që komentoni sa më shumë, më në fund nuk më besoj që më në fund bëm një fitore. Dhe po, nëse keni pa videon deri këtu, ju lutem të bëni like, subscribe, shtypini zilën dhe bashkë shihemi videon e radhës. Ciao.